Policia e shtetit ka prezantuar një plan të detajuar masash për të garantuar rendin dhe sigurinë gjatë sezonit turistik veror 2025. Plani synon të përmirësojë sigurinë publike, të lehtësojë lëvizje në pikat kufitare dhe të parandalojë ngjarjet kriminale apo aksidenteve rrugore në zonat me fluks të lartë turistik. Fokusi i veçantë i masave është vendosur në sigurinë në zonat bregdetare, liçenore dhe lumore, lehtësimin e qarkullimit në pikat e kalimit kufitar, parandalimin e aksidenteve dhe veprimtarive kriminale, zbatimin e orarit të ndalimit të muzikës dhe mbrojtjen e mjedisit në destinacione turistike. Ndryshe nga një vit më parë, shërbimi 12 orësh do të aplikohet vetëm në zona bregdetare, ku do të dërgohen edhe shërbime shtesë policore, që do të kompensohen sipas ligjit. Në funksion të këtij plani janë vënë në dispozicion 10 automjete dhe motomjete me reagim të shpejtë si dhe efektiv me biçikleta, që do të patrullojnë në plazhe për të forcuar praninë policore dhe për të ofruar ndihmë pushuesve. Po ashtu, njësia policore detare do të kontrollojë lundrimet në zonat e ndaluara, ndërsa shërbimet policore do të përdorin dron për të monitoruar sigurinë në plazhe dhe për të evidentuar shkeljet rrugore. Policia kufitare ka shtuar sportele dhe personelin në pikat kufitare për të përballuar fluksin turistik, ndërkohë që janë forcuar kontrollet në kufirin e gjelbër dhe blu për të parandaluar krimin dhe kalimet e paligjshme. Ndërsa policia rrugore do të operojë 24 orë në akset kombëtare dhe zonat urbane të pajisura me radar, dron, kamera inteligjente dhe alkool testrues për të parandaluar aksidente dhe për të garantuar qarkullimin e lirë të automjeteve. Gjatë periudhës 16 qershor 15 shtator 2025 do kufizohet lëvizja e mjeteve të rënda për transport mallash gjatë fundjavave dhe festave zyrtare. Strukturat vendore të policisë së shtetit po bashkëpunojnë ngushtë me agjencitë turistike për pajisjen e mjeteve lundruese me dokumentacion përkatës dhe respektimin e rregullave të sigurisë detare. Një rol aktiv do të kenë edhe kryetarët e fshatrave, strukturat e emergjenca civile dhe ato shëndetësore, si dhe shërbimet zjarfikse dhe vrojtuesit e plazheve. Policia ka intensifikuar edhe operacionin Plazh i Lirë për lirimin e hapësirave publike të zaptuar në mënyrë të paligjshme. Gjithashtu do të ushtrohen kontrolle të rrepta për zbatimin e orarit të muzikës dhe respektimin e nivelit të lejuar të zhurmës, ku efektivët janë tashmë të pajisur me aparate matëse për këtë qëllim. Në të njëjtën kohë, drejtoria e përgjithshme e policisë ka ngritur grupe monitorimi për të siguruar zbatimin rigoros të kodit të etikës nga çdo punonjës policie gjatë kontaktit me qytetarët dhe në ushtrimin e detyrës.